Dhe kur vjen ky buxheti i
falikuituara për anë tjetër, që quhen borxhe. Edhe një nga rastet e tjera janë ka operator ekonomik që nuk e plotësojnë dokumentacionin ligjor për që ne likuidojmë kohën e duhur. Nëse ai të plotëson dokumentat, ne si bashki nuk e likuidojmë dot. Dhe ngjelet si borxhi pramabesë, pra si detyrim për të shpirë, dhe një nga këto raste kemi pas probleme të trashëguara që në vitin 2017 në Ujësjelsin për shembull Lushi, me kontrata që s'merret vesh kur janë lidhur, kur janë paguar dhe kur nuk janë paguar. Si të tilla, pra ne kemi nga 78 në Ujësjelsin e Lushit, dhe do të kemi prapë edhe 70 tjera, sepse janë kontrata që nuk merret vesh, nuk e gjejmë dot origjinën e tyre, ose me ushqe, ose me postën shqiptare, me këto utilitare që jemi shumë ju thamë. Të e arsyet që kemi edhe targa të trashëguara pa përfshirë në buxhetin suprem, ku edhe shpenzime, po themi borxhe të pramabesura për këtë arsye që sapo thash. Nuk e di sa e qartë është. Shumë pak. E qartë.
disa studime. E treta po prap, lajm shumë i madh për ne që jemi këtu në qytetin tonë. Është marrë një miratim para që kjo ka hapur diskutim për shumë gjëra të mendime të ndryshme, por mendimi i bashkisë dhe i humanistikës tonë. Ju dini më herët, ne kemi kaluar këtu një plan, një projekt vogël për të mbledhur urat e zeza të gjithë pallateve dhe për ta lidhur me një përfundore të këtij sistemi e ne kemi tashmë. Por sfumi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka marrë një dakordsi që do të çajë në një gjithë rrugë kryesore me të dy anët e lagjeve, pallavat e diçka të filluar nga fundi i rrugës që shkoi për Gërmën, pra kushtëlagja e fundit, nga atje do të lidhet të gjitha ujërat e zeza në të dy krahët e rrugës kryesore dhe do të shtohet pjesa e mjaft e me do të zgjerohet gjerësisht në mënyrë që përcaktuar nga inxhinierët për të mbuluar gjithë të zonë. Pra, gjithë pallatet, por edhe shtëpiat private. Projekti është dakordsuar në Paris, që janë 3 zhvillime të jashtëzakonshme në lidhje me ujërat e zeza. Dhe pastaj po prap ka miratimin e bankës, ka marrë dakordsimin gojor me bankën kontore, që duhet ta kalojmë në mënyrë që të vazhdojë faza e dytë e sistemi pika, dhe ndërkohë edhe ata do të marrin pjesë në vazhdimsi në progresimin e situatë. Ka që kishte të gjë. Mendoj që duhet në vitin tonë ta kalojmë në ekonominë, dëshira ime që ta kalojmë, sepse gjithë ato zhvillime pozitive nga punishti janë shumë mirë. Faleminderit. Kush ka pyetje? Në fund, afër rrugës kanalit i bëhet një sistem që gjitha kanalet të përmbullohen. Kjo është ideja. Pak shumë. Është teorike. Është teorike, se jam inxhinier. Ajo është teorike. Po ta themi se apartamentet ku ka dhe projekt. Po do të marr. Që kur vini inxhinierët do të bëjë të shkëto. Faleminderit. Po them që nuk jam specialist, nuk do të them, jam një inxhinier shumë të mirë, do ta sjell ashtu të tregoja. Të premtoj që kur të vi do të flasësh me ta. Tregoja, edhe nuk jam nuk të lytë punë të tyre. Jo, po kemi situatë, ata do të vetëm filtrimin, nëse jo, po pra, analizim, aty ku thuhet analizim, dhe e kanë shikuar, do të duhet të tuam me filtrimin e rrotullin e situatë. Asnjë investim nuk ka qenë pa projekt. Unë nuk të kemi gatu pa projekt në investim. Kjo të një përme që nuk ka punë të parë për në nga, po të të në është të njërë, kisha sa tjerë të shokë të tu, kisha të djallin e sytë që i bërë e gjithë e leshe tjerë, po ka marrë dirin dhe i bërë, nuk ka projekt. Ishte i në sytë e kërë, i ka ndrirë, s'ka të në mes kanali për sytë. Prevedimenti
të shtoj këtu. Një do të që është një diskutimi e hapur për ne. Ekselent, ato e ndihmuar, ato e mbështetur e tjerë. Edhe unë kam pasur opinimet e mia, edhe me gjelatinin e të kemi diskutuar. Gjithsesi, nëse do të themi për ekselent, do të ngemi tek ekselenca. Ekselent do të thotë 10 e padiskutueshme. Se ndryshe pastaj e hapim atë rreth dhe shkon pa fund. O do të ngelemi në ekselent, që do të thotë 10 e padiskutueshme nga e parë deri në fund, ndërsa po filluam ta spresim poshtë, pastaj do të bëjmë përsëri të tjera. Se ndoshta dikush nuk ka nevojë, se është një familje pasur. Më e mirë. E tjera. Prandaj këtu është diskutimi i hapur dhe shqiptar që shumica këtu jemi edhe mësues. Pra, nuk di, po unë mendoj për mendimin tim personal, kemi diskutuar se pa mendime të tjera, unë mendoj personal, dhe është mendimi im, që nëse ngjelemi tek ekselenca, ngjelemi tek dieta. Mos vëjtëm edhe në një pikë, pastaj pa diskutim. Ka që që të vendim. Shikojmë atë mbështetje për vitin tjetër, ta bëjmë më të ndjeshme. Mund ta bëjmë, mund të hajë diskutim që a mund ta bëjmë pak më të mirë mbështetje për ekselentën, për të provave. Se nëse një djalë, një fëmijë i shkëlqyer, shkon shkollë, mund të ishte mendimi i pra që nosa mund të mbështetet. Dhe kjo është një stimull, se nëse ne do zgjidhim hatët e tyre. Bashkë me stimull. Ndoshta dhe për zënë shumë të mirë, të kërhequr këtu, ndoshta, nuk fjallë në stimull tjetër për ta lidhur me këtu, apo jemi në punë e anë, dhe se çfarë. Hajde diskutojmë gjithë, jemi rendime, jo nuk e po. Që gjithë ne mësuesi, nuk e të vëmë shembull nga ajo zonë pushimet e rrugës, nga e hove të Cila klasë fillon gjati? Nga cila klasë fillon? Në votim sa e pro kishe gjë? O mirë, po fara nuk e pash. Mirë vazhdojnë. Di
dhe do të realizojë planin.
i ka mërzitur ata pjesën tjetër që ka marrë. Edhe ka një si kemi mos, si ta që atë fjallën e bukur, ka një mos dashje, me gjithë mëndohat. Të gjitha këto janë do t'ishte e mirë që edhe këtë rast, pra po flasëm për punonësit e kemi të të ishte i vendimi të ministrisë, po vendimin e ka ardhur ne, dhe mos vatova të kriterit, në dini, jo nga këtu, dhe ju thash, po diskutohet që qeveria të bëjnë reformën e programit, dhe të reformën e programit, i cana kriterit janë numri i popullsisë. Një nga kriterit bazë. Që me qenë se qendra, kyteza jonë, kanë në programë, të ngejë 200.000 qërësektori dhe 300.000 organista. Pra, unë nuk tjetë se ka përja për zgjedhë, këtë maja këtë në rëpër. Pra, unë niste nga kriteri i numërit popullsisë të nësë. Pra, kështu është bërë, të do të gjëmi barë në nërse, po kështu është bërë për zgjedhë. Mu menduam shumë si ta bëjmë dhe përsi, këtë heqim këtë majë. Kush ka vitë rësti, kush ka vitë rësti. Për fundimisht mu menduam sa, ishte vendimi im personal, në bazë të numrit banorëve të njësisë. A emra për të Tane, po themi që kom ka tërbufe, do reklo më të po së se im të në në bëjë kuptonë vendimi, ko është vendimi i këshillit ministra, nuk është i imi. Nuk është i imi, nuk ka së në verë në fuzë. do vejnë në tjetra
që kjo ndërmarrje të organizojë këto ngjarje që kemi, hapja e sezonit, mbyllja e sezonit, festa e buxhetit etj. Që shpresoj që është hapi i parë, faktikisht është jemi nga të parë në gjithë vendin që kemi ecur në Europë. Por në ana e biznesit e menxherit të tillë, si funksionon, që shpresoj që do të kursejë dhe do të shpejtoj punë. Sepse nuk është problemi është vetëm problemi i dini sa të merret. Kjo është prap ajo që do të shpjegoj këtu. Faleminderit. Bashkia ka të drejtë që ta mbështesë në vijim me gjitha gjërat. Prandaj jemi duke provuar rastin. Nuk kemi dhënë, është një rrugë e bashkisë, nuk është se ka prodhuar dikush tjetër. Pa e ka prodhuar ka qenë formë të shumë. Jo të fortë. Jo të fortë. Po ju garantoj. Por pikësimi në final, për u thënë tani se do të vijë në Europë, prioritet. Nuk është vetëm këtu me rrjedhë që do të ecim përpara. Po mendoj që të gjithë projektet madhore që do të ketë bashkëpunë, do të kalojnë të merrje që bashkia marrë pjesë në saj. Çfarë më përshën? Po marrë një projekt që të mëllë. Po marrë kabina që në kemi disa kabina që i kemi provë të cilët bashkia dhe dire nuk është e gjënë që i përmërsoj, të i rëmulloj. Por ndoshta një operator privat është interesuar. Me në të kohë bashkë rritën, ku drejt për regula të pasta, për regula të lojës, për qindje, për saktura nga ekspertët, pra ju një bashkëpunim ku operatori privat në përsi për të rëmulloj, i këtim në koma hotelleri, e cilët nga mëngojnë shumë tashme bashkim tonë. Dhe bashkia me pjesë në sa këtë 10%, 50%, 20%, aq sa të ka përcet në nga ekspertë. Kjo është një formë që po mendoj do ta zhvilluar. Jo vetëm tek ajo, por edhe gjëra të tjera, që kur të vinë në kohë do të vërtet. Janë projektuar disa gjëra, por nëse brezë kabina do ecë përpara, mendoj që vetëm një mirë për gjithë komunitetin. Për sa po drejtë në këtë bashkë. Pyetje të tjera. No. Se nuk të projekte të po pas i projekte në shkojnë të vendimit të trapezit. A ti e përse në shumë i gjemë të vendimit. Të trapezit. Se nuk të vendimit e vendimit. Spanish dhe regu po të. Për vendimit të trapezit. Ka me direkt vendimit. Jo të shkojnë në vendimit të trapezit, ka në në shumë shtemë një gjerë. Po shtesë e ka Po shtemë e direkt vendimit. Po të në anë të gjerë, në nga kejtë në marë. Sepse të dërë në rritës. po së në prapë të vitë në shtesë, në një të do vitë qatë. Dhe pas ka të rejmë në një Po të të bëjë se në shkojë ka të Ani se sekundore. sepse atër në një ke vendimit në të pejës bërë. A në godë vendimit të pejës, dhe po prapë një vendimit të të trakë, si shka që në të pejës, a në një në shtesë. A shkë një vendimit tjetër. Në rasës ne do të vjerëtën në preventim, apo vendim të ri, atër po jetë e gjithë do të shtojnë vendimi që ka qënë, bazë. Më kuptonë sepse Po në shkose, se si një vendimit në shkojnë, në e shkë një tjetër. Po është e jetë në pjesë të shtojnë, në sot jemi një të kuar, që ka lojë edhe për shtesë në atë pjesë. Sepse do një përstatu dhe fjallë për sa përket shtimit të funksionit të rritës, me një përstatu dhe gjë, kjo nuk jetë është shtesë. Po në shkë një zosë në vendimit të shkojnë, të shkojnë e jetë vendimit, se në një vendimit të të pjesë. Një karta, një gjerë, të në karta. Të një vendimit tjetër, që që vendimit, i vendimit si që. Po pa në njëse. Mund ta kishin bërë për një shtesë në një të
shumica dhe prefekturë, nëse s'është sipas standardit, ose sipas ligjit, ose që ne kemi marrë. Në votim sembro. Abstenim kontra mirator. Projekti ndimi numër 34. Dhe këtë
vero që realizimi dhe administrative komunale është nivel më të lartë sepse investimet, siç e vallëmen, është pjesa më e madhe dhe vjetër dhe si vjetër një transferuar nga administrative komunale në bashki. Pra ka arsye që e kemi shënuar pra mungesë personeli për kryer të procedurave. Ndërsa te bashkia kanë qenë kryesisht investimet që kanë në përqinje në 30%, realizimin e buxhetit. Kemi trajtuar në mënyrë analitike realizimin e investimeve për vitin 2025, në faqja 7 ka qenë, se tjera ka në faqja 7. Investimet janë analizuar në tre, po kemi në tre ndarje, investimet bashkisë ideale. Sa ka mundu administrative komunale dhe investimet e ministrive të linjës, janë ato kryesisht shkolla. Edhe ka qenë edhe Lyceu që ka qenë investim i madh, Lyceu Renas, që ka përgjigjur një investim dhe niveli i ndryshimit për përmbledhura që e cekun pak më herët është 20 milionë euro, se 5.32% është në një nivel po themi i nashëm që përkthehet si gjendje e shëndosh financiare e bashkisë. Pra 5.32% e buxhetit të ndryshimit për përmbledhura është vlerë e rëndësishme. Nuk konsiderojmë bashkinë problematike ose me probleme financiare me këtë nivel të ndryshimit të përmbledhur.
Komisioni verifikimin e të gjitha aktiveve, ju paraqit titullarit të bashkisë një procedurën dhe relacion të fatës për të gjitha aktive. Garantime u mor një vendim me numër 28 datë 3/2026 në nxjerrjen e këtyre aktiveve nga përdorimi. Të gjitha këto aktive i keni bashkëngjitur listën, të cilat do të trashëgohen në raportimet e bashkisë, raportimet financiare. Faleminderit. Ka pyetje. Ci
i mbarojnë 3 fshatra. Një po që janë rrugë kotulinore, i cakuluar, po mos e asfaltuar tani ata. Ato do iki prapë qatë. Edhe të krimë ose të mos shpejt. Por çfarë do të prapë? Të gjitha firmat e asfaltit e kuptoni vëro. Vinë me 1 kilometër, do 2 javë, e kemi bërë 3 tjetra. Por e kemi jetë dhe lanë. Është e të mërë. Është e të mërë. As ti të më të di. E më shumë. Por e jemi penalitetin, por me penalitetin për mua, për që e se maroj për punës. Mund të maroj punës. Bravo, që ata në shkurt është që duhet marrë të 3 fshatra sepse nuk duhet që të një qatë. Do 3 fshatra duhet që janë tikunja 5 kilometra. Pasaj fshatra të shtuke kuki, zharnesë. Dhe fshati që më bërë ka për një dyre, që për prapë e shokë sotë. Vjen nga një putja sa koshtë e një bërë, që për rase shkore e parë. Një pun e jezakot, shumë e nivelluar e bukë të qitës. Nga sotrit e grafianit e pak nashë, po vjetër të kam bërë kërkesën në shërta, ta meritokracit, nuk merita ka, ata që me merita të kura, e një juve dhe merita. Të me. Por gjithsesi, a janë disa late grafianit, pjesa veriore, dhe fshati janë 13 konkica Refuq, Zhanec, do t'i bëj këto dhe pasaj do t'u dhe prapë. Kam, do më dhe shpesu që brenda këti kiti, i marrë dhe janë të 3 lajtë që nga kam mirë. Nuk e di të përqilja, doktorë. Do të bëjmë nga finë. Rruga kryesore, edhe kështë dajnë të ati, ka punuar jashtë të shumë forë, që 4 rrugë janë kryesore të mëdha të qartë. Një është kthesa e qëmësetori, dhe 3 orë dhe kanë përkuar. Ka problematika tjesë e tani u pra, e popa e kërë, shpresoj që do të kalërë. Nuk e kërkova, sepse popa kisha kërkova, vetëm të ndyrse, nuk do të fitoja. Duke ata që është shumë kryesore në historie, mendoj që do ta fitoja. Rrugë tjetër. Tani ka forma të ndryshme, ndoshta. Do ta shikoj, nuk e dim akoma. Jemi akoma në ridiskutim. Se edhe tashmë ka një 10.000 në mlodu. Sa kilometrë vise përta? Utro. Sa kilometrë vise? Ajo është edhe 5 kilometrë. Por ka dole një gjemi. Në gjemi që ka mlodu rëse edhe ministri përkacën, po kanë në dëshirë të programë dhe tjera. Edhe kjo është një lajnë një për ne. Që edhe për të bëbajtë, për të tërë qëra bëbajtë ka që ndoshtë, dhe atere kemi më te për autoritetë. Po. Metës. Po. Unë është këtyre gjithë shati një fush metës. Jo vetëm ajo fusha jo, po gjithë ndej, po që kërë gjithë banorët, e të gjithë banorët e bashkërisë tonë, jo vetëm ati ku e ti, po ku do, dile të mrapa shëkotë, ja ti tu, mrapa bashkërisë. Sepse janë të me ta jetu një gjithë, dhe një nga jo nuk të njërë në një e sajnë. Pra ju, ne ishim një vdekje, një djajtë në vjesë të shumë në Gravja. Edhe ju luta atyre të punojnë. Po tani gjithë njerëzit si zhverë, i thash, ju aprova ati, i thash, të lutem, mere punët, të paktën për respekt. ku ta ti? Po ishte një vdekje, ati ishte një bëndë punime. Një më e
Atëherë çfarë kërkoni nga unë?